Pjesëmarrje e madhe në varrimin e vëllait të Gjestit. Në fshatin Pavlan të Pejës, sot ju dha lamtumira e fundit Eldion Kelmendit, vëllai të këngëtarit të njohur Besart Kelmendi Gjesti, i cili humbi jetën në një aksident të rënd me katërciklet vetëm 15 vjeç. Ceremonia mortore u zhvillua në praninë e një numri të madh pjesëmarrësish. Familjar, të afërm, miq, bashkëmoshatar dhe shumë banor të zonës u mblodhën për t'i dhënë lamtumirën e fundit të riut, i cili njihej për energjinë, buzëqeshjen dhe dashamirësinë e tij. Në këtë ditë të rëndë, rrugët drejt Pavlanit u mbushën me njerëz që vinin nga kudo për të ndarë dhimbje me familjen Kelmendi. Atmosfera ishte mbushur me lot, ngushëllime dhe kujtime për jetën e shkurtër, por të paharrueshme të Eldionit. Figura të njohura të skenës muzikore dhe artistike, mes tyre edhe kolege miq të Gjestit, ishin të pranishëm për të përkrahur familjen në këtë moment tragjik. Dhimbja e humbjes së një jete të re u ndje thellë nga të gjithë, ndërsa fjalët ngushëlluese nuk mjaftonin për të zbutur tronditjen e madhe. Me lotë e zemra të thyera, familja Kelmendi pranoi ngushëllimet e të gjithëve, duke falënderuar për përkrahjen dhe praninë e gjerë në këtë ditë zije. Humbja e Eldionit do të mbetet plagë e hapur jo vetëm për familjen e tij, por edhe për shokët, miqtë dhe të gjithë ata që e njohën. Nëse ju pëlqeu kjo video, shkoni në kanalin e YouTube-it Big VIP Albania Kosova, që e gjeni në bio. Mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e ziljes që të informoheni për videot më të reja.